7 antarë të familjes Bytyqi nga Shtimi sot janë gëzuar shtëpisë së re. Ata i falenderojnë donatorët për këtë vepër bëmirëse. Ëndra për një kul në shtëpi e përfundoi sot. Familja Bytyqi, e cila një vit më parë na priti në një shtëpi që nuk kishte kushte elementare për jetë, sot priti me që dashamir në shtëpi të re, e cila u ngrit fal donatorëve Bujar Sinani dhe vëllezërve Osmani nga Ferizaj. I zoti shtëpis Ganiu thot se në jetën e tij nuk ka pasur ditë më të lumtur se sa sot. Të vërtetë, të desh tonë nuk kam haru kur kështë të që në këni më nevjo. Do që qabe a bon të shëllet e bëkor zotin. Zyrtar komunal dhe donatorët janë të lumtur për zgjidhjen e problemit të banimit për familjen Bytyqi. Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për donatorët në këtë rast zotin Bujar dhe zotin Danush si dy shokë të cilët kanë bashkuar mjetet dhe na kanë ndihmuar në këtë rast të ndërtojnë këtë shtëpi. Ne jemi gëzuar që kemi pas mundësi me pjesën tonë dhe çfarë të kemi ndarë për këtë familje. Besoj që edhe kjo familje do të jetë e kënaqur me këto mundësitë tona. Falenderoj shokun ton Bujarin në bashkëpunim me neve. Fal donatorëve, 7 antarë të familjes Bytyqi nga Shtimja prej sot do të bëjnë një jetë normale në shtëpinë e re.